Përshëndetje, unë jam Elena nga Tekalb. Sot do të zbulojmë botën e JavaScript dhe llojet e të dhënave. Llojet e të dhënave janë si kategori për informacionin që kompjuteri juaj përdor. Kuptimi i tyre është thelbësor për kodin. Le të fillojmë me llojet kryesore. Së pari, string është për tekstin, si emri juaj. Për shembull, let emri Helena, ose let mesazhi mirë se vini. Hej, mi ndërprerje e shkurtër. Mos harroni të bëni follow tekalb.al. Tani vazhdojmë me tipin number. Kjo është për numrat si mosha juaj. Mund të jetë let mosha 10 ose let temperatura 25. Më pas, boolean. Kjo ka vetëm 2 vlera, e vërtet ose e gabuar. Për shembull, let është student true ose let ka makine false. Tani, null. Kjo do të thotë që një variabël nuk ka asnjë vlerë, është bosh me qëllim. Për shembull, let makine null tregon se nuk ka asnjë makinë të caktuar. Dhe së fundi, undefined. Kjo do të thotë që një variabël është deklaruar, por nuk i është caktuar ende asnjë vlerë. Si 8 let mosha, pa i dhënë një numër. Kompjuteri nuk e di ende vlerën e saj. Këto janë llojet kryesore të të dhënave në JavaScript. Ato ju ndihmojnë të organizoni informacionin në kodin tuaj. Tani që i dini, provoni t'i përdorni vetë. Eksperimentoni me variabla të ndryshme. Në mësimin tjetër do të shohim operatorët. Shihemi së shpejti.